një sekret që kemi midis nesh. Pastaj do ta mbyllësh ti këtë bisedë. Marianën unë e kam taku këtu në podcast dhe si ishim taku mo, kam dhënë fjalën do vi ke vendi mes maleve, nuk e kam majt akoma, por nuk e kam harru fjalën, do ta mbaj. Edhe një ditë të bukur më çon mesazh, thotë tu takoj. Okej. Edhe takohemi, më vjen aty mullet përballë. Si malcore. Po, mullet përballë sikur i kisha në i borxh çat temp. Edhe më shef në sy, më thotë gjë. Unë e kam shpreh. Asnjë rrugë, asnjë hapësirë tjetër përveç Partisë Socialiste. Por unë nuk mundem që të pranoj që gjitha ajo zona ime që kur nuk është përfaqësu drejt për drejt, kështu më the apo jo. Zona atje Dukagjinit, nuk mundem të pas qartësi që do jem apo s'do jem. Kështu që më thuj çfarë duhet bëj ekstra nëse ka diçka ekstra që duhet bëj. Edhe mund thash çfarë ti them kësaj ekstra. I thash mirë dakord. Pasi e pyeta ja po mirë, je sigurt, po puna atje, po kjo më ledha, këto i kam ndau. Më thuj çfarë duhet bëj ekstra. I thash ti duhet të regjistrosh 500 emigrantë. E bën dot për ishte kohë e shkurtër, kur jemi taku ishte Shkurt. Po ishte kohë, domethënë ishte drejt mbylljes ajo. Shkurt. Duhet të regjistrosh 500 emigrantë. Thash, po i regjistroj 500 emigrantë, thash do vi, do thosh ja unë di më e bëre këtë punë. Okej, tha. Dha dorën iku. Kur vjen Benet Beci, edhe më thot me atë listën e propozimeve, më thot tani thot Mariana më tha që nuk du t'jem. Nuk du t'jem, sepse unë nuk e kam arrit objektivin, më ka kërku kryetari 500, kam bërë 400 e sa kishë bërë? 35. 430 sa, nuk e kam arrit objektivin, unë nuk du t'jem. I thash, Demët që çfarë thotë, i thash, po, si ka mundësi, ka bërë 430, i ka bërë, tha, 435, i ka bërë. Kështu që kjo është arsyeja pse unë e du shumë këtë njeri, por rësisht se kjo është problemi madh. Do jetë problemi madh për ne, di shumë mirë se ka kokën shumë fort, po megjithatë